se të largohen, por edhe mund t'i bashkohen kësaj opozite për ta rrëzuar qeverinë. Askush nuk pretendon. Ka numra, por ka mungesë të trinjve. Ndonse trinjt mungojnë në gjithë Shqipërinë, që është e vërteta, por ku është ajo që duhet gjejë opozita që askush nuk pretendon që opozita është perfekte. Jo, gjithmonë në fakt këtu fajja vjen opozitës që është situata se. Po pra, është të gjithë mund të bijmë një moment apo në grackë në një tabori mediatik, propagandistik, ku për gjithçka që ndodh, fajin e ka opozita, fajin e ka Saliu, ndërkohë që prej 13 vitesh tashmë zoti Berisha nuk është më në qeveri, është thjesht një prej opozitarëve të këtij vendi dhe vitet e fundit është drejtuesi opozitës për shkak të një sulmi të vazhdueshëm që ju bë opozitës para pak vitesh. Dua të theksoj që opozita ka vënd vazhdimisht për përmirësim. Si ju pyet sepse keni qenë kandidat për deputet, keni takuar qytetarë, çfarë ju kanë treguar, çfarë ju kanë thënë, çfarë ju kanë kërkuar? Patjetër, opozita është vazhdimisht në vorbullin e saj të zhvillimeve, në vorbullin e saj të debateve, të përmirësimit, të garave. Shumë shpejt do të kemi zgjedhjen në degët e Partisë Demokratike, do të kemi zgjedhjen qendrore të Partisë Demokratike, do të zgjedhim me votë kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, por çështja themelore është kush qeveris. Dhe duhet të heqim dorë nga çfarë i thuhet shqiptarëve në media të caktuara se çfarë ndodh me opozitën. Opozita është duke kryer misionin e saj, ndoshta edhe për tej vetes, duke përfaqësuar dhe ato instrumentat të munguara të demokracisë në Shqipëri janë sfumuar për shkak të parave të pista, për shkak të drogës, korrupsionit dhe largimit masiv të rinjve. Vetëm dje kemi pasur me që përmendëm të rinj, dje kemi pasur një takim me të rinj në selin e Partisë Demokratike me kryetarin e Partisë Demokratike dhe që sigurisht ai theksoi që rinja është antidoti i kësaj diktature dhe që do duhet të marrë në dorë fatet e vendit, fatet e opozitës, fatet e Partisë Demokratike që nesër të jenë ata drejtuesit e këtij vendi, e Shqipërisë, sepse janë e ardhmja. Dhe patjetër që do duhet të jenë zëri kumbues edhe i opozitës, edhe i Partisë Demokratike, edhe i protestës së sotme, kam besim që po. Mjenti, jo më këtë prezentova si ish kryetari i PD-s Progrades për të ndalur pak tek rruga Qafploç-Qukës. 260 milion euro shkoi kjo rrugë, disa fish më shtrenjtë se ç'ishte projektuar apo tenderuar nga qeveria Berisha, 14 vite për ndërtimin e saj, para 5 muajsh, 4-5 muajsh është inauguruar, ndërkohë që situata ne kemi transmetuar disa herë, qahen rrugët, shembet hyre e tunelit, bien nga skarpata e maleve, çfarë po ndodh? Se ju edhe kaloni në këtë rrugë. Nga dhënat thuhet që është fatkeqësi natyrore apo? Jo,